nuk ka krizë për një luftë të tretë botërore. Është një rekomandim i tyre që asnjë vend nuk mund të jetë i sigurt. Por megjithatë bota po përgatitet për një betejë të madhe. Në situatën çfarë jemi nuk pres ndonjë konflikt sepse çdo incident ndërkufitar mes ose ndonjë sulm eventual nga ana e Serbisë ndaj Kosovës do të ishte fatale për Serbinë, sepse këtu janë forcat e Aleancës Veriatlantike, forcat e NATO-s. Prandaj unë nuk pres ndonjë destabilizim të situatës në Kosovë, mirë po është mirë që populli të vëdësohet me ardhen e presidentit Trump. Unë besoj që është evituar lufta e tretë botërore, sepse përpjekjet e Trumpit janë që ta ulin në tavolinë një njeri të paparashikueshëm siç është Putini, dhe unë besoj që nuk ka krizë për një luftë të tretë botërore. Thirrja e institucioneve të Gjermanisë për qytetarët e saj që të mblidhen ushqime spaku për 72 orë është një rekomandim i tyre që asnjë vend nuk mund të jetë i sigurt, pra mund të vijë ndonjë konflikt ose një sulm nga ana e presidentit Putin, sepse ai është i paparashikueshëm. Edhe pse unë për mendimin tim nuk besoj se do të ndërmarr një avanturë të çmendur dhe nuk do të sulmojë, mirë po preventiva është më e mirë dhe unë besoj që në këtë preventiv duhet edhe Kosova se të jetë përgatitur. Këto vendet e tjera si Gjermania, vendet e tjera duke prodhuar armatim jashtëzakonisht në numër të madh, të gjitha këtu janë përgatitje për një betejë të madhe që mund të ndodhë, ndërsa çështja e 72 orëshit është që në rastin e sulmit të papritur, derisa të merr masat e caktuar shteti, për 72 orë popullsia të mos ngelet në fatkeqësi të madhe, në mungesë të ujit, në mungesë të energjisë, ilaçeve apo ushqimit. Dhe në raste të tilla atëherë pas 72 orëve sigurisht që brenda kësaj periudhe shteti merr masat e veta dhe arrin deri në një masë ta stabilizoj gjendjen e furnizimeve të ndryshme. Ky 72 orë për ne ose ngritja e vetdijes për armikun nuk është e nevojshme sikur në rastin e Gjermanisë apo vendeve të tjera. Raportet e vendeve të ndryshme të sigurisë shprehin një gatishmëri bukur të lartë për një luftë të madhe, nëse marrim edhe shembujt e diplomacisë dhe strategjikë ushtarake nga e kaluara, sigurisht që këto nganjëherë duan deri në 20 vite, ndoshta do të duan edhe disa vite, 2 deri në 4 vite për një çështje të tillë, por megjithatë bota po përgatitet për një betejë të madhe. Kjo betejë do të na dërgojë drejt paqes apo drejt një lufte, atëherë mbetet nga fuqitë e mëdha të cilat e kanë në dorë shkopin dhe karrotën.